Për kujdesje dhe mbështetje për fëmijët me autizëm në ditën ndërkombëtare të autizmit, në kuadër të ditës botërore të ndërgjegjësimit për autizmin në Qendrën Komunitare të Bashkisë Divjak, u organizua një aktivitet i veçantë në mbështetje të fëmijëve që marrin shërbim pranë kësaj qendre. Gjatë aktivitetit u shpërndan pako mësimore për fëmijët, si një simbol i kujdesit, të vëmendjes dhe angazhimit për të nxitur zhvillimin dhe mirëqenien e tyre. Në ngjarje morën pjesë nënkryetarja e Bashkisë Divjak, drejtori i arsimit, përfaqësues të mirëqenies sociale dhe përkujdesjes shoqërore, si dhe stafi i qendrës komunitare. Ky aktivitet tregon për kushtimin e Bashkisë Divjak në promovimin e barazisë, përfshirjes dhe krijimin e mundësive të barabarta për çdo fëmijë në komunitet. Përmes iniciativave të tilla, qyteti synon të ndërtojë një ambient mbështetës dhe inkurajues për fëmijët dhe familjet e tyre, një komunitet që kujdeset, e përfshin dhe e frymëzon.